Të nderuar përfaqësues të komunës së Klinës, të dashur sportistë, trajner, familjarë dhe miq të sportit, mirë se erdhët në këtë ditë të veçantë. Sot në patronatin e komunës së Klinës kemi nderin që të festojmë dhe të shpërblejmë arritjet e sportistëve tanë, të cilët me përkushtimin, disiplinën dhe arritjet e tyre na bëjnë krenar si dhe ngrisin lart emrin e Klinës. Ky event ka për qëllim promovimin, mbështetjen dhe falenderimin për sportistët Klinas, të cilët jo vetëm kanë arritur rezultate të jashtëzakonshme, por kanë qenë dhe një frymëzim për gjeneratat e reja. Një falenderim të veçantë shprehim për kryetarin e komunës së Klinës, zotrin Zenon Elezaj, për mbështetjen e vazhdueshme ndaj sportit Klinas. Gjithashtu falenderojmë drejtorin e kulturës, rinisë dhe sportit zotrin Driton Bardheci për angazhimin e kontributin e tij në organizimin e kësaj ceremonie. E falenderojmë nën kryetarin e komunës zotrin Fadil Gashi, zotrin Enver Berisha, kryesuesin e asamblesë, si dhe gjithë drejtorët e drejtorive. Dhe tjetë kjo ditë një dëshmi e fuqisë së sportit për të bashkuar komunitetin tonë dhe një motivim për të vazhduar rrugën e suksesit. Ju falenderoj për pranimin tuaj dhe ju ftoj që ta ndjekim këtë ceremoni. Tani është rradha që të ftojmë kryetarin e komunës, zotrin Zenon Elezaj, për të marrë fjalën. Faleminderit shumë. Përshëndetje për gjithë ju, sportistë, trajner, mësimdhënës të fushës së sportit, nën kryetari i komunës, kryesuesi i kuvendit, drejtori i drejtorisë kulturës. Kënaqësi që jemi sonte në natën e vitit ri, kur ne po përmbyllim një vit kalendarit me shumë suksese në fushën e sportit dhe kur sot bazuar në të gjitha informatat dhe procedurat e përzgjedhjes së sportistëve të vitit në për fushat dhe aktivitetet, do të shpallim kjo, më thënë drejtën, falenderimi ju takon të gjithë juve që po merreni me sport, sepse dëshira jonë e prindëve të gjithë neve është që fëmijët sa më shumë të jenë aktiv në sport, që t'ju mungojnë ndoshta aktivitete tjera, po falenderimi veçantë për gjithë mësimdhënësit që janë të angazhuar në të gjithë komunën e Klinës përmes drejtorisë arsimit, e ku ne mendoj që aty janë fillet e talentëve, por gjithsesi trajnerët profesional aktiv në të gjitha fushat sportive, të cilët vërtet këtë vit e kanë bërë krenar komunën e Klinës dhe unë shfrytëzirasin t'i falenderoj të gjithë, t'ju uroj shëndet, suksese, edhe një vit i ri i mbarë për të gjithë ju, ne edhe gjithë qytetarët e komunës Klinës. Faleminderit shumë. Tani e kam kënaqësinë e veçantë të ftoj në skenë drejtorin e kulturës, rinisë dhe sportit, zotrin Driton Bardheci, që të ndajë çmimet për sportistët e cilësuar si shpresa e vitit 2025. E ftojmë shpresën e futbollit 2025, Alertin Morina. Tani e ftojmë shpresën e futbollit tek femrat, Viktoria Markaj. E ftojmë shpresën e volejbollit, Ergi Limanaj. Vjen shpresa e volejbollit tek femrat, Julia Desku.
Vjen shpresa e handbollit 2025 Suada Krasniqi. Shpresa e basketbollit Flori Dedaj. Shpresa e boksit Fehim Sallahaj. Vjen shpresa e ping-pongut Andi Hamzaj. Së është Andi, vazhdojmë shpresa e ping-pongut Rafet Qerkinaj. Se kema së Rafetin. Vazhdojmë me sportist më i mirë i vitit 2025. Ftojmë futbollistin më të mirë të vitit 2025 Dardan Morina. Ftojmë futbollistën më të mirë të vitit, Aurona Racaj. Vjen volejbollisti më i mirë i vitit, Albion Morina. Volejbollistja më e mirë e vitit, Vlenera Sediu. Ftojmë handbollistën më të mirë të vitit 2025, Elza Racaj. Ftojmë basketbollistin më të mirë të vitit, David Prenaj. Bokserin më të mirë të vitit, Recep Morina. Ftojmë pingponistin më të mirë të vitit, Valison Përgjoka. Nuk është Valisoni, vazhdojmë pingponistin më të mirë të vitit, Hamid Gashin. Se kema as Hamidin. Vazhdojmë me laureatët e vitit, e ftojmë veteranin e sportit 2025, Bardhec Lacin. Vazhdojmë e ftojmë Enver Berishën, kryesuesin e asamblesë për të ndarë çmimin pedagogu i vitit 2025, Gjevat Buçanin. Është mirë se kemi një specifik, unë e profa jemi të një gjenerate, kemi qenë në klasë bashkë, edhe të urejtë përgëzaj për punën për angazhimin që kemi bënë të njëtën. Urime. E ftojmë në kryetarin Fadil Gashin për ndarë çmimin si trajneri i vitit 2025 në Due Përgjoka. Në kom pika pak ma e riku, e kështë e ma e riku.
E tani në fund për çmimin më të madh thirrëm kryetarin e komunës profesor Dr. Zenon Elezaj për të ndarë sportistin më të mirë të vitit, Armanaj. Armanaj e nisi rrugtimin e tij në futboll në moshën 6 vjeçare te KF Dugaxhini për të vazhduar zhvillimin të ECT Sport. Në moshën vetëm 15 vjeçare debutoi në ekipin senior të Dugaxhinit duke treguar herët potencialin e tij. Pas 3 sezonave u transferua te Trepça 89, ku në 55 ndeshje shënoi 27 gola, duke u afirmuar si një nga sulmuesit më të rrezikshëm. Karriera e tij vazhdoi ndërkombëtarisht në Turqi, ku shënoi 13 gola, 6 asistime në 40 ndeshje, më pas në Kroaci te Slaven Belupo dhe Kazakistan të Zhenis. Rikthimi te KF Drita shënoi kulmin e karrierës së tij. Lider i ekipit, rikthimi i titullit kampion në Gjilan dhe 6 gola në Evropë, duke udhëhequr ekipin drejt fazës së grupeve. Totali golave në vitin 2025, 15 gola dhe 8 asistime e bën Armanaj futbollistin e vitit 2025 nga Federata e Futbollit të Kosovës. Andaj nderuar Armanaj, me shumë respekt dhe krenari ju dorëzojmë çmimin sportisti më i mirë i vitit. Të nderuar të pranishëm, ne të vazhdojmë të mbështesim sportin, se çdo fitore sportist vetan është dhe një fitore e komunitetit ton. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj, e nga unë Agnesa Visha ju uroj festat e fundvitit, paqe, shëndet dhe të mira. Ju ftoj që ta bëjmë edhe një foto tonë bashkë.